Sali Berisha dhe ironia e thirrjeve për demokraci. Në një postim të fundit në rrjetet sociale, ish kryeministri Sali Berisha përshëndeti sulmet e Shteteve të Bashkuara ndaj kapaciteteve bërthamore të Iranit, duke i përshkruar ato si një mundësi të re dhe një thirrje të fuqishme për iranianët që të bashkohen kundër diktaturës teokratike dhe të përpiqen për një Iran të lirë dhe demokratik. Një mesazh i tillë, në dukje pro-perëndimor dhe pro-demokraci, nuk do të kishte shkaktuar habi nëse nuk do të vinte nga një politikan i shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky kontrast mes fjalëve dhe realitetit përbën një element ironik që nuk i shpëton opinionit publik shqiptar. Sali Berisha është shpallur non grata nga SBA për shkak të akuzave për korrupsion madhor dhe për minim të demokracisë në vendin e tij. Ky vendim, i bërë publik nga Departamenti Amerikan i Shtetit, e ndalon atë dhe familjen e tij të afërt të shkelin në territorin e Shteteve të Bashkuara. Megjithatë, Berisha nuk nguron të pozicionohet si një figurë që mbështet politikat perëndimore dhe vlerat e lirisë, madje duke u bërë zë i kauzave që shkojnë përtej kufive të Shqipërisë. Ky lloj qëndrimi, sado i mirëqenë në përmbajtje, krijon një kontradikt të theksuar midis retorikës dhe reputacionit të tij aktual në arenën ndërkombëtare. Ky nuk është rasti i parë që Sali Berisha merr qëndrime të forta mbi zhvillime botërore, por gjithmonë vjen një pyetje. Si mund të jap leksione demokracie dhe të mobilizoj për liri një politikan që vetë akuzohet për minim të demokracisë dhe shpallet i padëshiruar nga një prej vendeve që ai citon si model? Për mbështetësit e tij, ky qëndrim nuk ka rëndësi, ata e shohin Berishën si një figurë që vazhdon të ketë peshë në politikën shqiptare dhe një kritik të ashpër të qeverisë. Por për publikun e gjerë, postimet të tilla vetëm sa nxjerrin edhe një herë në pah një disonancë të madhe mes aspiratave të shprehura dhe historikut të veprimeve të tij. Në fund të fundit, thirrja e Sali Berishës për liri dhe demokraci në Iran mund të jetë e mirëpritur në përmbajtje, por mbetet një ironike kujtesë se nuk mjafton të flasësh për vlerat demokratike, duhet edhe t'i praktikosh ato.